Korça është gati të mirëpres një sezon turistik plot aktivitete. Të shtunën e 7 qershorit çelës zyrtarisht sezoni veror me edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Karnavaleve, një ngjarje që është kthyer në traditë për Korçën dhe një pikë takimi për qytetar, vizitorë dhe artistë nga vendi e bota. Atmosfera festive do të pushtojë Korçën që prej orëve të paradites, ku sheshet dhe rrugicat do të mbushen me trupa artistike të veçura me kostume karnavalesh, duke sjellë ritëm, ngjyra dhe hare në çdo cep të qytetit. Lorena Saro, specialiste e drejtorisë së marrëdhënieve me publikun në Bashkinë Korçë, ka treguar ofertën turistike të qytetit, duke renditur një sër aktivitetesh që e kthejnë qytetin juglindor në një skenë të hapur kulturore dhe argëtuese. E gjithë vera në Korçë do të vijë me një kalendar festiv që e kthen qytetin në një skenë të hapur kulturore, ku çdo cep pulson nga gjallëria, muzika dhe arti. Eventet të ndryshme ndërkombëtare do të sjellin një atmosferë unike jo vetëm për banorët, por edhe për turistët e shumtë që zgjedhin Korçën si destinacionin e tyre veror. Shpirti Ballkanit, Mik Festival, Lumina Electronic Festival, Korça Beer Fest dhe netet magjike të Korça Serenajts janë vetëm disa prej momenteve që do të gjallërojnë qytetin tonë gjatë gjithë sezonit. Korça nuk është thjesht një vend për të pushuar, është një përjetim i plot kulturor, mikpritje që ndjen në çdo rrugicë dhe energji që mbetet gjatë në mendje për vizitorët.